Horoskopi për ditën e diel 26 korrik. Të dielën me 26 korrik, konfigurimi i trupave qiellor krijon një kuadër energjetik të balancuar mes pragmatizmit dhe vitalitetit. Hëna në Britsjap. Hëna kalon gjatë gjithë ditës së sotme të shenja e Britsjapit. Kjo pozicionon fokusin te logjika, struktura, stabiliteti financiar dhe planifikimi afatgjatë. Është një ditë idealisht e përshtatshme për të vendosur rregull në punë dhe për të trajtuar çështjet me seriozitet. Dielli në Luan. Dielli vazhdon në udhëtimin të Luanit duke u dhënë të gjitha shenjave një dozë të lartë vetbesimi, optimizmi dhe dëshire për të shkëlqyer. Merkuri në Gafore. Lëvizje direkte. Merkuri lëviz i sigurt, duke lehtësuar negociatat, qartësimin e dokumenteve dhe mirëkuptimin në marrëdhënie. Saturni në Dash kërkon pjekuri dhe maturi në hapat që ndërmerren, pa lejuar veprime të nxituara. Dashi, puna dhe financat. Hënat e Britsjapi aktivizon shtëpinë tuaj të 10 të karrierës dhe statusit shoqëror. Ky diel ju kërkon të bëni bilanca të ftohta financiare dhe të përgatisni strategjinë e javës që po vjen. Shmangni vendimet impulsive me paratë dhe përqendrohuni te mbyllja e detyrimeve administrative. Marrëdhëniet dhe dashuria. Me diellin te Luani, pasioni dhe magnetizmi juaj janë në kulm. Çiftet do të shijojnë momente dinamike dhe me iniciativë, ndërsa beqarët do të tërheqin vëmendje kudo që të ndodhen për sa kohë tregojnë seriozitet dhe pjekuri. Shëndeti, energjia fizike është e lartë, por Saturni te shenja juaj kërkon të mos e ngarkoni trupin me lodhje ekstreme. Kushtojini rëndësi gjumit dhe rikuperimit. Demi, puna dhe financat. Hëna në Britsjap formon një kënd të jetë harmonik me shenjën tuaj duke ndriçuar shtëpinë e nëntë të horizonteve të reja. Sot është ditë mjaft e favorshme për organizimin e dokumenteve të udhëtimit, studimeve apo investimeve afatgjata. Financat paraqiten të qëndrueshme. Marrëdhëniet dhe dashuria. Harmonia dhe mirëkuptimi do të mbizotërojnë në çift. Dita është ideale për të diskutuar plane madhore me partnerin. Beqarët do të tërheqin persona me nivel të lartë intelektual dhe pjekuri emocionale. Shëndeti, gjendja psikofizike paraqitet e shkëlqyer, qëndrimi në natyrë apo aktivitetet e lehta fizike do t'ju ndihmojnë të konsolidoni ekuilibrin e brendshëm. Binjakët, puna dhe financat. Tranziti i hënës te Britsjapi vë theksin të shtëpia juaj jetete burimeve të përbashkëta dhe faturave. Me Merkurin e lëvizje direkte keni të gjithë qartësim për të negociuar kredi, kontrata ose për të vendosur rregull në buxhetin familjar. Marrëdhëniet dhe dashuria, sfera afektive kërkon biseda të thella dhe pa doreza. Çiftet do të forcojnë besimin përmes transparencës absolute, do të jenë të sinqert me njëri tjetrin, ndërsa beqarët mund të përballen me një tërheqje misterioze ndaj një personi mjaft enigmatik, por kujdes. Shëndeti, mendja juaj mund të jetë pak e mbingarkuar me analiza. Praktikoni ushtrime frymëmarrjeje ose shkëputuni nga ekranet gjatë mbrëmjes dhe mos mendoni shumë. Gaforia, puna dhe financat. Hëna ndodhet përballë shenjës suaj te Britsjapi, duke zhvendosur vëmendjen te partneritetet profesionale. Sot rekomandohet të dëgjoni me vëmendje këshillat e bashkëpunëtorëve të besuar përpara se të merrni vendime ekonomike. Marrëdhëniet dhe dashuria. Merkuri direkt në shenjën tuaj ju jep lehtësi të madhe në shprehjen e ndjenjave. Çiftet do të gjejnë ekuilibër dhe ngrohtësi duke sqaruar çdo keqkuptim, ndërsa beqarët do të tërheqin persona që kërkojnë marrëdhënie solide. Shëndeti, ruani ekuilibrin emocional dhe shmangni ngarkesat e tepërta. Një ambient i qetë shtëpiak do t'ju ndihmojë të rikarikoni bateritë. Luani, puna dhe financat. Ndërsa dielli në shenjën tuaj ju jep shkëlqim, hënat e Britsjapi ju kërkon t'i kushtoheni detajeve praktike të punës dhe organizimit ditor. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të planifikuar agjendën e javës edhe për të sistemuar shpenzimet. Marrëdhëniet dhe dashuria, përkushtimi i treguar përmes veprimeve konkrete do të vlerësohet shumë më tepër nga partneri. Çiftet do të gjejnë harmoni te bashkëpunimi i përditshëm, ndërsa beqarët do të tërheqin njerëz që admirojnë etikën tuaj. Shëndeti,
Vitaliteti është i lartë, por mos e neglizhoni hidratimin dhe pushimin e nevojshëm për trupin pas aktiviteteve fizike. Virgjëresha, puna dhe financat. Hëna në Briciap formon një trinj të jetë të favorshme me shenjën tuaj, duke aktivizuar shtëpinë e 5 të projekteve vetjake dhe krijimtarisë. Kjo e diel sjell frymëzim për të investuar në ide të reja apo për të përfunduar punë artistike. Marrëdhëniet dhe dashuria. Jeni në një nga ditët më të ngrohta të muajit. Çiftet do të shijojnë romancë dhe momente argëtuese, ndërsa beqarët rrezatojnë një sharm të natyrshëm që do të tërheqë njohje të jetë premtuese. Shëndeti, gjendja shëndetësore është mjaft e mirë. Lëreni më njam perfeksionizmin dhe dhurojeni vetes hapësirë për relaks dhe gëzim. Peshorja, puna dhe financat. Hënat e Briciapi ndriçon shtëpinë tuaj të 4 diellore duke zhvendosur fokusin nga punët publike te menaxhimi i pronave ose i buxhetit familjar. Dita është e mirë për të vendosur prioritete financiare që lidhen me shtëpinë. Marrëdhëniet dhe dashuria. Ngrohtësia familjare dhe paqja në ambientin e shtëpisë do të jenë kryesoret. Çiftet do të forcojnë lidhjen përmes bisedave të sinqerta, ndërsa beqarët do të kërkojnë njerëz që u ofrojnë stabilitet emocional. Shëndeti, nevojitet pak më shumë pushim fizik. Krijoni një ambient të qetë në shtëpi për të reduktuar stresin e akumuluar gjatë javës. Akrepi, puna dhe financat. Hënat e Briciapi aktivizon shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit, negociatave dhe dokumenteve. Mendja juaj punon me precizion të lartë, çka ju mundëson të arrini ujdi të leverdishme financiare ose të zgjidhni çështje burokratike. Marrëdhëniet dhe dashuria. Dialogu i mpret dhe sinqeriteti do të jenë pikat tuaja më të forta sot. Çiftet do të rigjejnë gjuhën e përbashkët për çështje me peshë, ndërsa beqarët do të magjepsin me inteligjencën e tyre. Shëndeti, gjendja psikofizike është stabile, aktivitetet që kërkojnë përqendrim mendor do t'ju ecin mjaft mirë. Shigjetari, puna dhe financat. Kalimi i hënës te Briciapi ndriçon shtëpinë tuaj të dytë të parave dhe të pasurisë. Sot është momenti ideal për të analizuar me maturi faturat, të ardhurat dhe shpenzimet, duke vendosur një strukturë më të rrept financiare. Marrëdhëniet dhe dashuria. Në sferën e ndjenjave kërkohet siguri dhe vepra konkrete. Çiftet do të diskutojnë për blerje apo investime të përbashkëta, ndërsa beqarët do të tërheqin persona serioz që kërkojnë stabilitet. Shëndeti, energjia juaj është e mirë, por rekomandohet të shmangni teprimet me ushqimin dhe të konsumoni më shumë ujë. Briciapi, puna dhe financat. Hëna ndodhet në shenjën tuaj gjatë gjithë ditës duke ju dhënë kontroll absolut mbi situatat, vetbesim të lartë dhe autoritet. Është ditë perfekte për të marrë vendime profesionale afatgjata dhe për të riorganizuar objektivat. Marrëdhëniet dhe dashuria. Rrezatoni një siguri që magjeps të tjerët. Çiftet do të bëjnë hapa serioz drejt së ardhmes, ndërsa beqarët do të tërheqin vëmendjen e personave që kërkojnë partner të fuqishëm. Shëndeti, vitaliteti është në nivel maksimal. Përdoreni këtë ditë për të udhëhequr me shembull konkret dhe për të ndjerë mirë me veten. Ujori, puna dhe financat. Hënat e Briciapi ndriçon shtëpinë tuaj të 12 të prapaskenave dhe vetëdijes. Sot është ditë për të analizuar me qetësi strategjitë tuaja profesionale nga prapaskena. Shmangni blerjet e ngutura apo rreziqet në financa. Marrëdhëniet dhe dashuria. Sfera e ndjenjave kërkon intimitet e qetësi. Çiftet do të gjejnë ngrohtësi në momente të shkëputura nga zhurma e përditshme, ndërsa beqarët po qartësojnë dëshirat e tyre të vërteta emocionale. Shëndeti, trupi juaj kërkon ngadalësim të ritmit dhe pushim cilësor për të rikarikuar bateritë për javën e re. Dhe peshqit, puna dhe financat. Hëna në Briciap ndriçon shtëpinë tuaj të 11 të arritjeve dhe aleancave.
Ky diell sjell mundësi mjaft të mira për të marrë këshilla të vlefshme nga miqt ose për të gjetur mbështetës për projektet tuaja profesionale. Marrëdhëniet dhe dashuria, atmosfera paraqitet e lehtë, optimiste dhe me mjaft mirëkuptim. Çiftet do të shijojnë dalje dhe plane me rrethin shoqëror, ndërsa beqarët mund të përjetojnë flirtime premtuese brenda grupit të miqve. Shëndeti, gjendja shëndetësore është e mirë, ndarja e ideve me të tjerët do t'ju mbush plot me energji pozitive.